Përshëndetje të dashur miq, do të bëjmë së bashku horoskopin e kësaj jave. Pra, nga sot 29 qershor deri në fundjavë, pra të kësaj jave, do ta bëjmë pak në detaje për të gjitha shenjat dhe do të tregojmë pak se çfarë do të ndodhi, si thua, si është energjia e kësaj jave. Kemi një ndodhi të madhe që quhet Mërkuri në retrograde. Pra, Mërkuri është retrograde në gafore dhe është retrograde sot me 29 qershor. Hëna hyn gjithashtu në shigjetar në 29 qershor dhe sot kemi një hënë të plot në shigjetar. Dhe ndryshimi tjetër që do ndodh është me një korik hëna do të hyjë në shenjën e Priciapit. Në 4 korik hëna do të hyjë në shenjën e Ujorit dhe në 4 korik kemi gjithashtu Venusin në Luan. Pra Venusi do të hyjë në Luan në një nakshatre që quhet Maga, që është një energji shumë e mirë mbretërore, kujtojmë paraardhësit, edhe shumë gjëra të tjera që do t'i sqarojmë. Atëherë do t'i marrim një nga një së bashku dhe do të hyjmë tek të gjithë ascendentët. Dhe do ta fillojmë me ata që janë ascendent Dashi. Gjatë kësaj jave, Mërkuri pra bëhet retrograde në gafore dhe për Dashin përfaqëson shpinën e 4 astrologjike. Kjo lidhet me shtëpinë, familjen, pronat, automjetet, makinat, gjërat që keni, automjetet, komunikim brenda familjes. Këto gjërat pra do të ndikojnë më tepër. Pra në datën 29 qershor deri në 1 korik. Do të jemi të kujdesshëm në komunikim, gjatë Mërkurit retrograde shumë gjëra mund të rikthehen për të rishikuar, ripar, rinegociuar. Mund të kenë vonesa në udhëtime ose keq kuptime në komunikime. Kujdes tani që Mërkuri është retrograde, para se të dërgoni ndonjë email, të nënshkruani ndonjë kontratë, sidomos kontrata qiraje, para se të blini ndonjë shtëpi apo diçka e tillë, duhet të kontrolloni absolutisht gjithçka disa herë. Mërkuri retrograde nuk konsiderohet domosdoshmërisht negativ, por zakonisht sjell vonesa dhe nevojën për të rishikuar planet edhe një herë. Hëna pra sot në shigjetar edhe del nga dobësimi i saj, që ishte pra tani në shigjetar, pra ishte në akrep, tani është në shigjetar sot, dhe kemi një hënë të plot shumë të bukur sot. Për Dashin, kjo është shtëpia 9 astrologjike dhe krijon në fakt një shkëmbim shenja, sepse hëna ndodhet në shigjetar, shigjetari drejtohet nga Jupiteri, por Jupiteri vet është në shenjën e hënës, pra në gafore. Pra hëna dhe Jupiteri kanë atë që quhet Rashi Paravartana Yoga, sipas astrologjisë vedike, është në fakt shumë e favorshme. Pra ju ndihmon Jupiteri, si thuash, është një moment i mirë, sidomos për ata që marrin me studime, arsim të lartë, aplikime për universitete, udhëtimet, njerëzit që udhtojnë, miratime vizash ose dokumentash, ose ata që kanë kërkuar vizë për të shkuar jashtë shtetit, pra është e favorshme. Edhe nëse në punë keni hasur mosmarrveshje me shefat ose diçka e tillë, ose ndiheni të mbi ngarkuar, situata fillon të përmirësohet. Pra, gjithashtu hëna në shtëpinë tuaj të 9 astrologjike, domethënë është një kohë e mirë për të vizituar tempuj fetar, sidomos ose shpirtëror, do të thoja. Një vend që ju afron me energji pozitive, është e mirë për të udhëtuar atje. Pra, kurse hëna kur të shkojë, hëna e tyre pra e dashëve, kur të shkojnë në Priciap në 1 korik, kjo favorizon më tepër njerëzit që kanë favorizon vendin e punës, partneritetet e reja, bashkëpunime, njohje nga autoritetet. Gjithashtu, nëse ndjeni se puna juaj nuk është vlerësuar mjaftueshëm, kjo periudhë mund të sjellë njohje dhe përmirësime. Është një javë shumë e mirë për të kërkuar punë, ata që kërkojnë një punë të re, zgjeruar mundësitë profesionale. Kujdesi vetëm është të mos bëheni tepër emocional dhe të mos merrni mbi vete përgjegjësitë e të tjerëve, mbani kufi të qartë. Venusi i tyre do të hyjë në Luan në 4 korik, në pikën Gandanta dhe në nakshatrin Maga, sipas astrologjisë vedike, është një tranzit pozitiv, sidomos e favorshme për njerëzit që merren me meditime, me praktika shpirtërore. Unë do t'i këshilloja që të vinë sigurisht tek meditimi im, Lotus Ocean, është falas online çdo javë, për të mësuar se cilat janë mantrat e dura për të thënë. Atëherë dhe Venusi juaj kur të shkojnë në Luan, do t'ju sjell më shumë mbarësi, si thua, me energji më pozitive.
Maga, në të cilën Venusi është rikujtimi gjithashtu i paraardhësve, gjyshërve apo ku diun, njerëzve që nuk jetojnë më. Gjithashtu është një periudhë e favorshme për njerëzit që dëshirojnë ku diun të ngelin me bara apo të kenë fëmijë. Dhe një ditë sigurisht e mirë nga 4 koriku dhe 5 koriku për t'ia kaluar mirë me fëmijët tuaj. Por edhe me ata që kërkojnë marrëdhënie romantike dhe që kanë marrëdhënie romantike për një kohë, mund të kalojnë në fejesë, në martesë ndoshta. Nëse keni një guru apo praktik shpirtërore, është shumë e mirë, pra për të përkushtuar më shumë evoluimit shpirtëror, mund të vini tek meditimi lotusoshëm dhe mund të më keni mua si guru. Hëna juaj do të shkojë në ujor në 4 korik, gjithashtu. E vetmja gjë që mund të ndikoj pak këtu, sepse në ujor ndodhet dhe Rahu, si thuash, jo eklips, por një ndjesi eklipsi, dhe mund të keni debate me miqt, tensione emocionale, përplasje egoja, luhatje të humorit. Mos reagoni ashpër ndaj miqve apo familjarëve. Ndër të tjera, është një periudhë që mund të sjellë dhe fitime, sidomos në lidhje me pronat apo investimet. Demi. Ata që janë ascendent Demi. Mërkuri në retrograde sot me 29 qershor dhe Mërkuri sëndon shtëpinë e tyre të dytë astrologjike dhe të pestë, pra çështjen fëmijët, arsimi, investimet, parat, familja. Kjo javë kërkon më shumë kujdes në çështjet financiare. Mos merrni vendime shumë të mëdha për investime ose spekulime financiare. Mos merrni vendime të mëdha për këto gjëra, mund të ketë luhatje dhe pasiguri, ndaj është mirë të prisni derisa Mërkuri të bëhet sërish direkt, domethënë jo retrograde. Gjithashtu nuk është periudhë shumë e mirë për të marrë vendime lidhur me fëmijët ose le të marrin ata vendime vetë nëse kanë një farë pjekurie. Nëse planifikoni udhëtime të shkurtra, kontrolloni me kujdes dokumentet, biletat, pasaportën, vizat. Domethënë më shumë tani që Mërkuri është retrograde. Edhe në komunikim duhet të shmangni debatet dhe të flisni me qetësi. Hëna hyn në shigjetar në 29 qershor, pra sot, dhe kemi një hënë shumë të bukur, të plot, por për juve do të ketë, pra mund të sjell një pozitë sfiduese ky shkëmbim. Sido që të jetë, Jupiteri do t'ju ndihmojë, si thuash, më tepër për mundësi për fitime, pasuri, transformim të mënyrës së menduarit, reflektim të thellë mbi jetën, pra si mendoni. Gjithashtu do të tregoni kujdes për shëndetin tuaj, shëndetin e vëllezërve të motrave, sidomos ato më të vegjël, qafën, shpatllat dhe shpinën. Shmangni aktivitete që mund të shkaktojnë dëmtime ose lëndime. Natyra në Brecjak, në një korrik, është një tranzit i favorshëm për udhëtimet, marrëdhëniet me baban, marrëdhënie me një guru ose mësues, mentor, është e favorshme, mund të shfaqe mundësi të reja për udhëtime ose për të zgjeruar njohuritë gjithashtu. Do të ndiheni më të frymësuar. Në datën 4 korrik për ju Venusi hyn në Luan dhe ju ndikon shtëpinë e 4 astrologjike. Është një tranzit i favorshëm për pronat, shtëpinë edhe karrierën. Është një periudhë e mirë për të lidhur me familjen dhe rrënjët tuaja. Sidomos mund të kujtoni paraardhësit, domethënë gjyshrit apo prindrit ose njerëzit që nuk jetojnë më. Hëna hyn në ujor në 4 korrik. Gjithashtu dhe bashkohet, si thuash, me Rahun në shtëpinë e 10 astrologjike. Kjo mund t'i bëj pak çështjet e karrierës, mund t'i lëkundi pak, si thuash, keq kuptime ndoshta në vendin e punës, manipulime nga kolegët, thashë theme, mesazhe, komente që mund t'ju prekin emocionalisht. Mos reagoni menjëherë ndaj çdo gjëje që dëgjoni, ruani komunikim të qartë dhe profesional. Në dashuri mund të shmangni zemërimin pasi Marsi ndikon tek juve. Pra për demat, kujdes me komunikimin dhe gjërat në punë, përgjithsisht shëndeti përmirësohet, për arsim për studentat është shumë pozitive, dashuria, kujdes me impulsivitetin, financat, mos bëni investime të mëdha gjatë Mërkurit retrograde. Binjakët, ata që janë ascendent binjakët. Mërkuri retrograde në shtëpinë e tyre të dytë astrologjike, pra 29 qershor,
që do thot gjithçka që ka të bëjë me kujdes me parat, pasurinë, të folurën, çfarë flisni, edhe premtimet që jepni. Mos jepni shumë premtime këtë javë. Kjo javë nuk është e favorshme për investime të mëdha, blerje të rëndësishme, rreziqe financiare. Nëse dikush ju propozon një investim fantastik, prisni derisa Mërkuri të bëhet direkt, pra jo retrograde. Mos premtoni më shumë se sa mund të realizoni. Por hëna, gjithashtu në shigjetar, hëna e plot, është një tranzit i mirë për marrëdhëniet. Afrimitet me partnerin, përmirësim të martesës, ndoshta pajtim pas mosmarrëveshjeve, partneritete të reja, rikthim të marrëdhënieve të vjetra, bashkëpunime të reja biznesi. Nëse partneri ose bashkëshorti pret të marrë para ose ndonjë përfitim financiar, kjo është periudhë e favorshme. Në një korrik, hëna shkon në britësjap. Edhe pse Jupiteri mbështet, përsëri duhet kemi kujdes, sidomos me ushqimin. Shmangni ngrënien e tepërt, hani më lehtë, sidomos nga 1 deri në 4 korrik. Domethënë oreksi mund të rritet, por tani që është dhe vak, kujdes helmimet ushqimore, problemet me tretjen. Gjithashtu mund të shfaqet frika për humbjen e parave, por nuk duhet të merrni vendimet të nxituara. Venusi hyn në 4 korrik në Luan. Kjo favorizon, është e favorshme për juve, komunikimi, udhëtimet, lidhje me njerëz në e kaluara, ndoshta mundësi të reja profesionale. Komunikimi bëhet pika juaj më e fortë. Mund të merrni dhe lajme të mira në lidhje me studimet, ata që janë studenta. Hëna e tyre hyn në ujor, në 4 korrik, edhe bashkohet me Rahun, si thuash, kjo kërkon kujdes për studimet jashtë vendit, udhëtimet ndërkombëtare, duhet të kenë më shumë disiplinë në mësime, sidomos. Rahu mund t'ju shpërqendrojë, domethënë, dhe mos i lini pas dore kurset që keni filluar, mirë është t'i mbarojmë, t'i vazhdojmë me përkushtim. Pra kjo ishte për binjakët. Në përgjithësi, e qëndrueshme karriera, shëndeti, kujdes me ushqimin dhe tretjen, arsimi, gjë pozitive, por kërkoj disiplinë, sidomos ata që kërkojnë për të studiuar jashtë shtetit. Dashuria, një nga javët mira për marrëdhënie dhe partneritetit. Financat, shmangni investimet e mëdha dhe vendimet e nxituara gjatë Mërkurit retrograde. Kalojmë tek shenja gafores. Ata që janë ascendent gaforja, pra do të ndikojnë shumë sepse Mërkuri është retrograde në gafore. Dhe Mërkuri sundon, si thuash, drejton shtëpinë tuaj të tretë astrologjike për komunikimin dhe shtëpinë e 12, udhëtimet jashtë vendit. Këtë javë do të tregoni të kujdesshëm në komunikim dhe udhëtimet jashtë shtetit. Kontrolloni mirë biletat, pasaportën, dokumentet e udhëtimit. Flisni sa më hapur dhe me sinqeritet, në qoftë se ndodh një situatë ku mos u përpiqni të manipuloni situatën, sepse një gënjeshtër mund të kërkojë shumë të tjera, domethënë probleme. Ka probleme të panevojshme. Hëna hyn në shigjetar, pra sot kemi një hënë të bukur të plot dhe krijohet një shkëmbim i favorshëm pra mes hënës dhe Jupiterit. Kjo ndihmon në përmirësimin e shëndetit, ulje të konflikteve në punë, lehtësim i borxheve, mundësi për ata që janë në kërkim të një pune të re, burime të reja të ardhurash. Por mund të ketë tensione me të afërmit nga ana e nënës, thuhet, ndaj ruani qetësinë, çaçallara apo halla, që s'ka shumë rëndësi. Hëna juaj në britësjap ndikon në shtëpinë e 7 astrologjike, pra është periudhë e favorshme për martesat, marrëdhëniet romantike, partneritetit dhe imazhi publik. Marrëdhënia me partnerin bëhet më e ngrohtë, më e qëndrueshme dhe më pozitive. Venusi hyn në Luan, në shtëpinë e 2 astrologjike, pra që ka të bëjë me parat në 4 korrik, me pasurinë, gjërat familjare. Është një tranzit më i mirë për sa i përket gjërave financiare, pra në 4 korrik, 5 korrik. Sidomos njerëzit që janë, domethënë, ascendent gafore dhe kanë planetin e tyre kryesor këto vite, si thuash, pra Antardasha ose Mahadasha, e kanë Venusin, mund të kenë rritje të ardhurave, mundësi financiare për përmirësimi i gjendjes ekonomike. Sepse Venusi hyn në shenjën e Maga, që është mbreti, është
është një titull një titull i mirë. Mund të realizohen dhe objektive që më parë ishin të penguara për shkak të mungesës së parave. Hëna në ujor, në fund të javës, hëna bashkohet me raun, pra, dhe kjo kërkon më shumë kujdes në ushqim, tretje, stomak. Në s'hani gjërat do si do, kujdes me helmimet, diareja, kapsllëku, shqetësime të tjera të tretjes. Nuk rekomandon investime shumë të mëdha, megjithatë është një periudhë e mirë për kërkime shkencore, sidomos studime, zbulime, analiza të thella. Në dashuri, aspekti Venusit ndaj hënës favorizon intimitetin dhe afërsinë emocionale. Ata që janë ascendent Luani, Merkuri retrograde në shtëpinë e tyre 12 astrologjike, kujdes me shpenzimet. Mund të kenë shumë ide, por jo gjitha mund të realizohen me njëherë. Mos bëni investime të mëdha, blerje pronash, shpenzime të mëdha në rrjetet sociale. Rezultatet e gjërave që keni kërkuar mund të vënohen. Hëna në shtëpinë e tyre të 5 astrologjike, pra nga 29 qershor deri në Korik, mund të priten më mirë fitime nga investimet e vjetra, lajme pozitive financiare. Por këshillohet qetësi mendore, meditim, durim me fëmijët. Shtëpia e 5 astrologjike e tyre lidhet me mantran. Pra, gjatë këtyre ditëve është për luanët është shumë mirë që të përsërisin mantrat. Do i këshilloja që të vinë tek meditimi lotusoshëm për të fituar një qetësim maksimale dhe për të mësuar se çfarë janë mantrat, çfarë janë ligjet hyjnore të multiversit që kur i themi na forcon aurën tonë, e shoqëruar pra dhe me teknika të tjera të meditimit lotusoshëm që unë bëj, mund të vini, është falas online. Hëna e tyre, pra e luanëve, hynë në shtëpinë e 6 e tyre astrologjike, shëndeti fillon të përmirësohet më mirë, me balancë. Gjithashtu mund të lini mundësi për udhëtime pune, udhëtime jashtë vendit. Venusi i tyre hynë në ascendent, pra Venusi do të hynë në Luan, kështu që është një tranzit shumë i mirë për luanët, sjell karizëm të fortë, arritje të tërheqjes personale, sukses në komunikim, bashkëpunime të rëndësishme, udhëtime pune të frytshme, përparim në karrierë. Hëna e juaj hynë në ujor, gjithashtu pra në kategorik, dhe për sa i përket partneritete, martese, marrëveshje biznesi, kujdes. Mos merrni vendime të rëndësishme në bashkëpunim gjatë këtyre ditëve, ose do thoja gjatë kësaj jave. Është më mirë të presin disa ditë derisa hëna të largohet pra nga ujori, sepse aty është takuar me Rahun që mund të sjellë disa komplikime ndoshta. Virgjëresha, ata që janë ascendent Virgjëresha, Merkuri retrograde do të jetë retrograde në shtëpinë e tyre 11 astrologjike, kjo do të thotë që mund të rishikoni planet tuaja, objektivat, mund të kenë ndryshime në rrethin shoqëror, mund të ndjeni më shumë përgjegjësi dhe stres. Do t'ju duhet të korrigjoni gabime nga e kaluara ose gabime të së kaluarës. Mos bëni premtime të mëdha që nuk mund t'i mbani dot, mos u përpiqni të impresiononi të tjerët, veproni me maturi. Hëna juaj në shigjetar, pra 29 qershor deri në 1 korrik, është e favorshme, lumturi, paqe të brendshme, gjërat më mirë në familje, mundësi për rinovim, blerje prone, përmirësim të shëndetit të nënës, nëse ka patur probleme. E mirë për çështje pronash, është një periudhë premtuese për këtë gjë. Hëna hyn në Britësia, në 1 korrik, dhe investimet atëherë mund të japin rezultate pak më të mira. Ata që janë student, është shumë mirë, përparim në krijimtari, në gjërat juve që domethënë shkojnë mirë për ata që janë shkruajnë, autor, artist, krijimtari, krijuesit e përmbajtjes, domethënë artistike sidomos. Është gjithashtu një periudhë e favorshme për ata që duan të ngelin me parë. Nëse faktorët e tjerë astrologjik janë të favorshëm, domethënë varet se çfarë keni planet të tjerë në horoskopin tuaj personal. Venusi hyn në Luan në 4 korrik, është kohë e mirë për meditim, praktika shpirtërore, nderimi para ardhësve. Domethënë
patjetër meditimin lotusoshëm unë do t'ja këshilloja. Por këshilla është që mos të shpenzojnë për luks shumë të madh, investoni më mirë në pasuri të qëndrueshme. Nëse mendojnë për vizë, emigrim apo udhëtim jashtë vendit, mund të merrni lajme pozitive. Hëna e tyre hyn New York gjithashtu në 4 korrik me rahun, domethënë në shtëpinë e 6 astrologjike, kish kuptime me miqt, me njerëzit e tjerë, mund të ndiheni të shqetësuar pa arsye, por mos u shqetësoni, domethënë mund të përmirësohet. Mos u jepni hua para të tjerëve, mos merrni përgjegjësi për problemet ligjore të dikujt tjetër. Në përgjithësi, karriera, shëndeti përmirësohet, studimet dhe dashuria ecin mirë. Kujdes me miqt dhe financat. Ata që janë ascendent peshore. Merkuri retrograde pra 29 qershor sot, mund të sjellë vonesa në karrierë, si thua në projektet e tyre të punës, ndryshime në planet profesionale, rishikim të marrëveshjeve, shtyrje të udhëtimeve. Mos merrni vendime të nxituara, dhe nëse ziheni me shefin, debatoni, mos jepni dorëheqjet. Mos dërgoni mesazhe apo emailë të shkruara me nxitim. Më mirë dëgjoni më shumë se sa flisni. Hëna hyn në shigjetar, gjithashtu, kjo ndihmon më tepër në marrëdhëniet me vëllezërit me motrat, më të vegjël sidomos, udhëtimet e shkurtra. Edhe pse Merkuri është retrograde, kjo hën e plot sot në shigjetar ndihmon që gjërat të ecin më lehtë. Është një periudhë e mirë për ata që shkojnë në kurse, zhvillime personale. Dhe kurse meditimi akoma më tepër, meditim lotusoshëm. Hëna hyn në Brecjap në një korrik dhe kjo formon Gaia Kesari Yoga me Jupiterin sipas astrologjisë vedike. Është më e mirë për qetësi mendore, mendja më e qetë, vendimet bëhen më të mira. Venusi hyn në Luan, hëna hyn në Ujor, pra në 4 korrik. Është një tranzit i favorshëm, mund sjellë fitime financiare, bashkëpunime të reja, ndihmë nga miqt ose njerëz me ndikim, autoritete. Madje mund të takoni njerëz edhe ju duket sikur i njihni prej kohësh. Miqt mund të jenë arsye që ju hapet një mundësi e madhe. 4 korrik, 5 korrik. Pra, por mos bëni investime spekulative. Kujdes në jetën romantike. Mos lejoni që të ndimet iluzionet të largojnë nga partneri ose nga qëllimet tuaja. Nëse studioni, përqendroni, shmangni shpërqendrimet, është e favorshme. Për të shmangur shpërqendrimet, nuk rekomandohen investime të mëdha ose tregje financiare gjatë kësaj periudhe, kur në këtë javë. Në aspektin shpirtëror, patjetër është shumë e rëndësishme pra të mësoni mantrat në shqip, të mësoni se si të djegim karmat tona të këqija, nëpërmjet meditimit lotusoshëm që unë jap çdo javë online dhe falas. Kemi hapur një grup të ri tashmë, kështu që mund të jeni tek ky grup i ri. Tani përpara se të avancojmë, duhet të presni derisa unë të krijoj një grup të ri tjetër. Akrepi. Ata që janë ascendent akrepi. Pra bëhet fjalë për këtë javë, domethënë 29 qershor deri 4-5 korrik. Merkuri retrograde në shtëpinë 9 astrologjike. Është një periudhë për të rishikuar bindjet, mënyrën tuaj të menduarit, kërkoni këshilla nga guru ose bëni meditim patjetër, këshilloj. Ose këshilla nga babai, mentor, domethënë babai në astrologjinë vedike, si thua, konsiderohet gjithashtu si guru, si thua, sepse është të mëson. Pra, mendoni 2 herë përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Nëse keni plan udhëtimi, mund të ketë vonesa, ndryshime, probleme, dokumentat, pasaportën, si biletat, ndoshta, nuk është e sigurt, por është një energji për këtë sepse varet dhe nga planetet të tjera të horoskopit tuaj personal. Hëna hyn në shigjetar, në shtëpinë e 2 astrologjike, është më e mirë pra për transferime, ndryshime të favorshme në karrierë, edhe atmosfera në familje bëhet më harmonike. Hëna në Brecjap do të hyjë në një korrik në shtëpinë e 3 astrologjike dhe merr aspektin e Jupiterit, e cila i ndihmon shumë. Pra Jupiteri ndihmon shumë
juve akrepët, mençuri në vendimarrje, komunikim më të mirë, zgjidhje të problemeve, përmirësimi i marrëdhënieve me vëllezërit apo motrat, sidomos ata që janë më të vegjël. Nëse keni pasur konflikte, kjo është një kohë e mirë për pajtim. Venusi në Luan, hëna në Ujor, pra në 4 korik për juve. Venusi në nakshatrën Maga është një tranzit i fuqishëm për karrierën, pozitën shoqërore, lidhjet me autoritetet. Ata që punojnë jashtë vendit mund të marrin ngritje në detyrë, më shumë përgjegjësi, njohje profesionale. Edhe partneri juaj, bashkëshorti, mund të përjetojë sukses në karrierë. Hëna pra në Ujor ndikon, pra takohet me rahun, si thuash, në shtëpinë e 4 astrologjike, kujdes me vendimet që merrni në lidhje me shtëpinë, kontratat, rinovimet, kujdesuni për shëndetin e nënës, mos merrni vendime vetëm sepse dikush ju bind, kujdesuni për shëndetin. Astrologjisë vedike kuptohet varet dhe nga planetet të tjerë që keni në horoskopin tuaj personal, por në përgjithësi për akrepin, karriera shumë pozitive, përmirësim mundësi të reja financiare, shëndeti, pa kujdes dhe stresin, duhet keni shumë kujdes. Pra nuk duhet të jeni të stresuar. Ju këshilloj meditimin lotusoshëm, të mësoni mantra dhe të arrini qetësinë dhe balancën tuaj mendore sidomos. Pra të jeni më të qetë. Dhe kujdes me udhëtimet dhe dokumentet. Shigjetari, ata që janë ascendent shigjetari, Mërkuri retrograd në shtëpinë e 8 astrologjike, kujdes të dokumenta, taksa, sigurime, kërkime shkencore, publikimet që bëni, kontrolloni gjithçka pra përpara se të dorëzoni. Nëse jeni në një marrëdhënie serioze, fejes ose martesë, rishikoni planet, mos marrni vendime me nxitim këtë javë që Mërkuri është retrograd. Por kur Mërkuri të kthehet përsëri në binjak, situata do të jetë shumë e mirë dhe nuk ka arsye për panik, do të jetë një situatë e menaxhueshme. Hëna në ascendentin tuaj, vetbesim, optimizëm, energji pozitive për shkak dhe të Jupiterit. Është një periudhë e mirë për dalje në publik, merrni pjesë në aktivitete, të prezantoni idetë tuaja. Hëna hyn në shtëpinë e 2 astrologjike, pra në Luan, Venusi në Luan, hëna në Briciap në një korik njerë, hëna mund të sjell para që nuk i prisnit, kthim borxhesh të vjetra, të ardhurat të papritura, nuk i dihet, mundet. Megjithatë, nuk rekomandojnë investime të mëdha këtë javë. Kur Venusi, pra në një korik, kur Venusi të hyn në Luan dhe hëna në Ujor në 4 korik, është një tranzit i mirë për arsimin e lartë, filozofin, drejtësi, ligjin, mësimdhënien, shërbimin ndaj të tjerëve. Ata që punojnë në fushën juridike ose akademike mund të marrin njohje të rëndësishme. Hëna në Ujor mundet që të sjellë vonesa në udhëtime të shkurtra, sidomos probleme me dokumentat, ndoshta debatet me motrat e vëllezërit. Komunikimi bëhet emocional, kështu që duhet të jeni sa më të balancuar. Ruani qetësi në komunikim. Briciapi. Ata që janë ascendent Briciapi, Mërkuri tyre do të jetë retrograd në shtëpinë e 7 astrologjike. Për Briciapin ndikohet shtëpia e 6 dhe 9 astrologjike, që do të thotë kujdes në partneritete, bashkëpunime të reja, çështje ligjore, marrëdhënie me partnerin. Nëse keni mosmarrveshje me partnerin ose me dikën nëpërmjet proceseve ligjore, rishikoni me kujdes të gjitha dokumentat. Mos nisni partneritete të reja ose bashkëpunime të reja pas 29 qershorit. Mërkuri retrograd mund të sjellë keq kuptime ose vendime jo të mira. Por partneritetet ekzistuese mund të vazhdojnë normalisht. Hëna juaj në shigjetar, pra sot 29 korik, 29 qershor deri në 1 korik, krijon një rashje paravarta me Jupiterin. Udhëtime me partnerin e mirë, mundësi që partnerit do udhtojnë, diskutime mund të krijojnë mundësi të mira që vijnë nga vende të largëta. Është një periudhë e mirë për meditim, qëndërzim, mësoni çfarë është qëndrëzimi i trupit, çfarë është qëndrëzimi i zërit, cilat janë ligjet hyjnore të universit që mund t'i thuash në qendrën e kohës, shumë pozitive. Ecja në natyrë gjithashtu duhet
konsiderohet shumë e mirë. Sigurisht për ditë, por tani akoma më tepër. Shëtitje në natyrë, ecje në male, plazhe. Hëna juaj hyn në ascendentin tuaj në fakt dhe krijon një Gaia Kesar Yoga me Jupiterin. Zhvillim të personalitetit, më shumë vetbesim, dëshirë për të kujdesur për pamjen dhe trupin. Nëse po mendoni për ndonjë procedurë estetike, trajtim shëndetësor, periudha nga 1 deri në 4 korik konsiderohet e favorshme. Do të ndjeni më të dashur, më të kujdesshëm, emocionalisht më të hapur. Në 4 korik Venusi juaj hyn në Luan. Është sjell mundësi të mira, mund të ketë ngritje të papritur në karrierë, promovime, njohje për punë të vjetra, do të thënë do të njiheni më mirë, sukses, sidomos data që merren me shkencimet, kërkimet shkencore ose ezoterike, lehtësim në çështje financiare ose tatimore. Mund të kenë fitime të papritura nga investimet apo spekulimet. Nëse jeni student, rezultatet shumë të mira, më të mira nga sa prisnit. Hëna në ujor, gjithashtu, kur të bashkohet me Raun, si thuash, në shtëpia e dytë astrologjike, mënyra se si flisni, duhet bëni shumë kujdes, vendimet financiare, mos i merrni në datën 4-5 korik, mos bëni investime të mëdha. Nga ana tjetër, është një periudhë e mirë për planifikim strategjik. Shmangni debatet familjare për para ose çështje të rëndësishme. Ujori, Mërkuri retrograd në shtëpinë e 6 astrologjike. Për ujorin, pra Mërkuri retrograd dikon në rutinën e përditshme, në punë, në shëndetin, nëse jeni student për përgatitjen për provime, rishikoni materialin disa herë. Kontrolloni me kujdes gjithçka përpara se të dorëzoni, mos neglizhoni edhe shëndetin. Nëse shfaqen simptoma, dhimbje barku, dhimbje mesi, dhimbje kontrolloni, sigurisht do të shkojë më mirë mbar pastaj. Mërkuri retrograd mund të ndihmojë në zbulimet dhe trajtimin e problemeve kronike. Hëna në shigjetar, zgjidhje për problemet. Mbështetje nga njerëz me ndikim, mundësi të reja profesionale, mund të vendosni dhe rregulla të reja për rutinën dhe shëndetin tuaj. Pra do të fokusoni tek shëndeti këtë javë. Hëna hyn në shtëpinë e 12 astrologjike të juaj, në fakt sjell, pra ndikon pra Jupiteri më pas gjatë javës për përmirësim të shëndetit, ulje të borxheve, rritje financiare, përparim për ata që punojnë jashtë vendit. Mund të ketë udhëtime, por kontrolloni gjithmonë me kujdes dokumentet. Shpenzimet mund të rriten, kryesisht për kujdes shëndetësor, por është një investim i dobishëm për veten. Gjithashtu një kohë mirë për meditim, pra patjetër që ta kaloni më lehtë dhe më shpejt, praktikat shpirtërore, meditimi lotusoshëm, pastrim i karmave të këqija është e nevojshme dhe duhet të merren në konsiderat. Unë kam hapur një grup të ri të meditimit lotusoshëm, mund të vini pa problem. Është falas online për të mësuar se si të rrisësh sistemin e imunitetit dhe trupit tënd fizik, por edhe balancosh mendjen dhe të evoluosh në shpirt, në vetëdije. Venusi juaj hyn në Luan në 4 korik në shtëpinë e 7 astrologjike, është e favorshme për partneritetet, njerëz që kanë ndërmend të martojnë, bashkëpunime biznesi, status shoqëror, është shumë mirë. Mund të takoni partner të rëndësishëm, njerëz të cilët do ndjeni një lidhje të veçantë, bashkëpunëtorë që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tuaj. Pra kjo bëhet fjalë për 4 korik, 5 korik. Është e mirë pra për karrierën, oferta pune, praktika profesionale, studime të larta, ata që kërkojnë. Sepse hëna juaj në ujor do të hyj pra në 4 korik. Kërkohet kujdes, mos e teproni me ushqimin, mos konsumoni shumë alkool, nuk është se duhet punoni pa pushim, mos merrni rreziqe të panevojshme dhe mos i bëni publike të gjithë sukseset tuaja, sepse mund të zgjoni xhelozi apo sy të keq ndaj të tjerëve. Okej, pra për ujorin në përgjithësi karriera, një nga javët më të mira për bashkëpunime dhe oferta pune, shëndeti përmirësohet, por mos e neglizho. Dashuria pozitive është shumë pozitive për marrëdhëniet partneritetin, kurse për financat rritje graduale, por kujdes me shpenzimet dhe me udhëtimet. Shenja e fundit peshqit.
Për peshqit, Merkuri bëhet retrograde pra sot, 29 qershor, edhe pse ky retrogradim nuk konsiderohet shumë i rënd, ndikon kryesisht në marrëdhëniet romantike partnerin, por edhe komunikimin. Mund të ndjeni nevojën për të rishikuar një projekt krijues, mësuar përsëri disa tema, korrigjuar gabimet, rifillo diçka që kishit lënë pesull. Në dashuri, komunikimi mund të bëhet paksej pa qartë ose manipulues. Jo gjithmonë, okay? Prandaj është shumë e rëndësishme të jemi të sinqertë, të qartë, të ndershëm. Mos merrni vendime të rëndësishme për arsimin, sidomos ata që studiojnë. Hëna në shigjetar krijon një rashje paravartane midis shtëpisë së 4 dhe të 10 astrologjike, është një tranzit i fuqishëm për karrierën. Ndryshim pozitiv në karrierë, mundësi të reja pune, oferta të reja, ndoshta intervista të suksesshme, drejtime të reja profesionale. Nëse keni aplikuar për punë, mund të merrni lajme pozitive. Edhe nëse merrni ndonjë refuzim, do t'ju ndihmojë të kuptoni se ku duhet të përmirësoheni. Pra sido që tjetë është pozitive. Hëna në shtëpinë tuaj dhe 11 astrologjike, ka aspekt të mirë ndaj Jupiterit. Kjo mund të sjell njohje publike, shpërblime, fitime financiare, pra premtime për përmirësim ekonomik. Ndërsa megjithëse Merkuri është retrograd, rezultatet mund të mos materializohen menjëherë, njerëzit mund të kontaktojnë me propozime më shumë interesante. Nga 1 deri në 4 korrik, pra mund të merrni pjesë në rrjetet sociale, shumë e mirë, takoni njerëz të rinj. Kjo periudhë është e favorshme për krijimin e lidhjeve të reja. Venusi në Luan në 4 korrik, në nakshatrën Maga. Për peshqit kjo ndikon në shëndetin e tyre, rutina më e mirë përditshme dhe në etikën profesionale. Ky tranzit ndihmon në zgjidhjen paqësore të konflikteve, përmirësimi i marrëdhënieve në punë, arritja e marrëveshjeve pa debate, pa procese gjyqësore për ata që ndodhen në një gjendje të tillë. Ndonjëherë pra është energjia e këtij tranziti sill pra punë, rutinë, shëndeti fillojnë të ecin shumë mirë. Megjithatë Marsi ka një aspekt ndaj Venusit këtu, muskujt, shpatullat, tension në qafë, diçka e tillë, sido që tjetë bëni meditim, dhe të soshën që ndryzoni trupin dhe zërin dhe gjithçka do të shkojë mirë. Pra kujdesuni për veten. Shmangni stërvitjet shumë intensive. Kjo javë është më e përshtatshme për qëndërzim, ushtrime të lehta të trupit. Hënash hyn në shtëpinë tuaj të 12 astrologjike, aty ku ndodhet dhe Rahu, pra në 4 korrik, dhe mund të sjell pak shqetësime për të ardhmen, pak angst, por do të përmirësohet më vonë. Mund të udhtoni me partnerin, me fëmijët për pushime të shkurtra. Por unë do të këshilloja pra meditimin, praktikën shpirtërore, kërkimin, puna me vetveten. Rahu mund të sjell pak mendjen pak negative dhe shqetësime të kolle në 4 deri 6 korrik. Por meditimin do t'ja këshilloja për peshqit të bëni qëndërzim në trupit, qëndërzim në zërit. Pra, në përgjithësi për peshqit, edhe nëse trajtoni mendjen, pra përsërisni mantrat, sa herë që mund të keni ndonjë mendim ankthi ose shqetësimi, qëndroni të qetë. Në përgjithësi për peshqit, karriera është e favorshme, intervista, njohje të reja. Për financat mund të vinë premtime ose fitime, por rezultatet mund të vonohen për shkak të Merkurit retrograd. Dashuria kërkon komunikim të sinqertë dhe shmangje të shqetësimeve me partnerin, shëndeti, përmirësim në rutinë dhe në punë, por kujdes gjithashtu për shëndetin, kujdesi kryesor, pra bëni qëndërzimin e jeni tek meditimi lotusoshëm, dhe t'i këshilloja ata që janë gjithashtu dhe ascendent peshqit. Mirë, këto ishte një javë pak e detajuar, meqense unë i kisha përgatitur, isha edhe në televizion për të gjithë ascendentët, për të gjithë shenjat për këtë javë. Kalofshi një javë shumë të bukur.